Ibadeti është në esencë një porosi që na jep I gjithë fuqishmi, Zoti fuqiplot, përmes të cilit tregon edhe qëllimin e krijimit ton. Prandaj thot Zoti fuqiplot në Kur'anin Fisnik: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Gjinët dhe njerëzit nuk I kam krijuar për tjetër, përveç se të më adhurojnë. Që adhurimi është një qëllim I Zotit, derisa qëllimi është I Allahu Dhul Gjelal, aty nuk ka të meta, aty nuk ka mangësi, por ajo është një përsosmëri, dhe aty nuk ka një element për të menduar dhe për të analizuar njeriu, por ajo kërkon që nga vetë njeriu që të realizoj, ta shëndroj në praktik në jetën e përditshme të tij. Pasi që një veprimi, një pune jep kuptim qëllimi, në këtë drejtim është një prej mesazheve që Allahu Dhul Gjelal na mëson edhe neve, që një punë, një fjalë, një veprim I yni, por edhe një adhurim, një ibadet, një ritual I yni, të ketë kuptim, duhet të ketë një qëllim, dhe atë një qëllim shumë të pastërt dhe shumë fisnik. Derisa adhurimin Allahu fuqiplot e përmend si arsye të krijimit ton, neve na jep disa dimensione, na jep mundësi që ibadetin ta kuptojmë në disa dimensione. Njëri prej dimensioneve kryesore të kuptuarit të ibadetit është që tregon për obligimin kryesor të parë që I ofrohet njeriut, është që të adhuroj Allahun Dhul Gjelal. Këtu me fjalën adhurim nuk do të kuptojmë vetëm një namaz, një agjerim, por adhurimi është edhe me shpirt, edhe me zemër, adhurimi është edhe me formë, me kohë caktuar, siç janë ibadetet, namazi, agjerimi dhe kështu me radhë, por adhurimi është përfshin tërqenjen e njeriu që I nënshtrohet Allahut Dhul Gjelal. Pra adhurimi tregon një element të bindjes njeriut, një element të përuljes njeriut, një element që njeriu nuk e vë veten në epicendër, por në epicendër është Zoti, është ai që adhurohet, jo ai që adhuron. Ne quhemi abd në një prej emrave që na përmend Kur'ani Adhimushan, pra jemi kull, jemi krijesa të Zotit, dhe njëri prej emrave të Zotit është ai që adhurohet, ma'bud, pra atij të cilit I bëhet adhurim, dhe lidhja e jon, lidhja e njeriut, lidhja e krijesës më të përsosur të Allahut Dhul Gjelal me Zotin, ajo quhet ibadet. Pra ky është një obligim kryesor, thelbësor, fillestar që I ofrohet njeriut nga ana Allahu Gjelleshanu ve Gjelle Gjelal. Në një kuptim nga ky ajet kuranor, ku Allahu thot se s'kam krijuar për gjë tjetër njeriun, tregon se ibadeti është, ose thënë me fjalë tjera, adhurimi Allahu Dhul Gjelal, respekti ndaj Zotit, për ulja ndaj Zotit është obligimi I parë dhe kryesor që I është dhënë njeriut, që tregon për fenë e parë dhe besimin e parë, për gjenezën e besimit që I është dhënë nga ana e Allahut Gjelleshanu dhe Gjelle Gjelalu. Një dimension tjetër në këtë kontekst është edhe elementi I përbashkët I të gjitha besimeve, që gjenezën e tyre e kanë tek fjala, tek urdhri I parë, ose obligimi I parë që neve na jep Zoti Dhul Gjelal. Me fjalë të tjera,
çdo fe që ekziston sot, monoteiste, politeiste, dualiste, në formë pak të deformuar, shumë të deformuar, në formë të bazuar në fjalën e shenjtë, ose në formën e bazuar në fjalën e dikujt të shndruar në një besim primitiv pagan, pa marrë parasysh termi, fjala, adhurim ekziston. Që do të thotë që neve na jep mundësi të kuptojmë nga dimensioni i historisë së feve se adhurimi është në esencë e dhënur nga Allahu Dhul Xhelal, dhe prandaj ka mundësi që në çdo besim, edhe të devijuar nga thelbi, nga esenca, të i përdor këto fjalë dhe këto terme që kanë mbetur të trashëguara vetëm si formë, vetëm si fjalë, pa brendësi dhe pa kuptim, që në besimin islam ne e kemi edhe si fjalë, edhe si brendësi, edhe si kuptim, edhe si praktik në atë dimensionin ortopraktik të besimtarit dhe të muslimanit që jeton edhe sot në këtë botë. Pra nga prezenca e këtyre shprehjeve, edhe adhurimit, por edhe fjalëve të tjera, edhe ritualit, edhe agjërimit, edhe kurbanit, edhe e xhenetit, edhe fjala e xhenet, fjala xhehenem, edhe fjala dimensioni i besimit të ardhjes së shpëtimtarit, sikur që ne besojmë në ardhjen e Hazreti Isës që do të vinë në fund të kësaj bote, do të thonë edhe besime tjera, qoftë në formë shumë të deformuar, shumë të larguar nga thelbi, nga esenca, e kanë përsëri këtë fjalë e përdorin. Pra dua të them elementi përbashkët këtu ku është. Nuk dua të them se ne kemi element përbashkët që ka të bëjë me përmbajtjen dhe me thelbin, me esencën. Por që ta quajnë vetveten fe, domosdoshmërisht e kanë që vetvetes t'ia fusin adhurimin brenda. Qoftë edhe të jetë komplet bosh. Pra në këtë kontekst, derisa të gjitha besimet, terminologjinë religjioze, fetare mundohen të ruajnë si të përbashkët, kjo tregon se nëse zbresim në thelbin, në zanafillën e besimit dhe të adhurimit, të fesë, të urdhit të parë, të Zotit ose qëllimit pse neve na ka krijuar, kjo tregon një element të përbashkët që të gjithë kanë mundësi të zbresin, duke zbritur sa më tepër afër zanafillës dhe origjinales së besimit, njerëzit kanë mundësi që të kuptojnë edhe mesazhin origjinal të Allahut fuqiplot. Prandaj ky dimension është shumë i rëndësishëm. Sado që mundohen të paraqesin agjërimin jo në formë siç është përshkruar dhe në praktikën e pejgamberëve të Zotit, jo në formën siç është përshkruar në Kur'anin Adhimushan, në librin e shenjtë, por edhe me forma të tjera që ndoshta në dukje nuk ka një kuptim agjërimi, por përdorimi i fjalës agjërim të jep të kuptosh se dëshirojnë të zbresin qoftë edhe në mënyrë formale në zanafillën e besimit. Prandaj Allahu Dhul Xhelal e din më së miri pse në Kur'an përmend fjalën këtë ajet kuranor që neve na tregon se është qëllimi i krijimit të njeriut është adhurimi, është ibadeti, por ne atë që mund të kuptojmë nga vetvetja jon është kjo që tregon zanafillën e fesë, zanafillën e adhurimit, e ibadetit dhe zanafillën një prej elementeve të përbashkëta që kanë mundësi fet të kontaktojnë dhe të bisedojnë me njëra tjetrën duke munduar që ta shpjegojnë dhe qartësojnë gjenezën e fjalës. Pra, është njësoj sikur të themi një punë e mirë, një fjalë e mirë, një kontribut i mirë dhe kështu me radhë, por në fe, në besim, në islam, nuk është më rëndësi të thuhet fjala e mirë, e bukur, pra të thuhet është fjalë e mirë, është fjalë e bukur, ose me thënë ndryshe të thuhet xhenet, xhehenem, ose të themi ndryshe të thuhet shpërblim, dënim. Më rëndësi është ku vjen, nga vjen, kush e thot, ku është burimi i kësaj fjale. Pra fjala e shenjtë dhe kuptimi i adhurimit
kuptimi I ibadetit është shumë me rëndësi në fillim nga kush thuhet dhe pastaj ajo vjen për ta kuptuar njeriu, për ta pasur të qartë për veten e tij dhe për ta kthyer në praktik. Pra, jo çdo kush që në fjalën e tij të përditshëm mund të përmend fjalë këta që t'i duken 15 fjalë të mëdha, por fjalën e bën të madhe burimi dhe fjalën e bën të madhe edhe brendësia. Në këtë kontekst duhet përmendi edhe një gjë me rëndësi lidhe me ibadetin. Ibadeti, adhurimi, porosia esenciale e Zotit për adhurim, nuk është një gjë që zhvillohet. Për arsye se është fjalë e Zotit dhe ajo nuk zhvillohet. Ajo ka nevojë të kuptohet. Ajo ka nevojë të besohet. Ajo ka nevojë që të praktikohet. Ajo ka nevojë që njeriu rregullisht të bëj update vetveten përmes të kuptuarit permanent të ibadetit, të adhurimit ndaj Allahut fuqiplot. Prandaj asnjëherë nuk mund bisedohet për një zhvillim, një përparim ose një adaptim I ibadetit që t'i bëhet njeriut. Kjo s'mund bëhet asnjëherë. Gjithmonë njeriu ka obligim, domosdoshmëri që t'i përshtatet ibadetit, adhurimit, urdhrit të Zotit fuqiplot. Prandaj asnjëherë nuk duhet të kesh kuptuar pse unë po I them se ibadeti nuk zhvillohet, pra fjala e Zotit nuk ka mundësi të zhvillohet nga njeriu që është I kufizuar, por njeriu ka nevojë rregullisht që fjalën e Zotit ta ngërthejë në vetvete, ta bartë në shpirtin e tij, ta bartë në praktikën e tij, ta bartë në zemrën e tij dhe atë ta shfaq pastaj në praktikën e tij, ta njëmendosoj në jetën e tij të përditshme. Këtu duhet përmendi edhe një segment tjetër të rëndësishëm. Feja nuk ka qenë një periudhë caktuar primitive dhe pastaj qenë ka zhvilluar pak, pastaj është zhvilluar shumë dhe tash në kohën tonë kinse nuk ka nevojë për një fe të tillë. Për një definim I kësaj forme, një definim I këtill është një definim për ta zhvlerësuar, është një definim për ta përjashtuar, është një definim për ta minimizuar, është një definim për ta larguar ibadetin, adhurimin apo fen përgjithësi nga jeta e njeriut, nga botkuptimit e njeriut dhe nga jeta e përditshme që jeton një besimtar, pa për ta zhvlerësuar një gjë të tillë. Feja asnjëherë nuk është primitive. Nëse ka fe pagane dhe primitive, ata janë aq primitive sa janë të larguara nga origjina e saj, nga esenca e saj, aq janë edhe primitive. Nëse janë dualiste, janë aq dualiste sa janë të larguara nga origjina e tyre. Prandaj edhe komenti që I bëhet nga Konti që dëshiron të tregoj, Auguste Comte dëshiron të tregoj se në fillim njeriu kur ka qenë shumë primitiv dhe feja, që ajo quhen me fjalën teologji, ka qenë shumë e nevojshme për njeriun, po pastaj kur njeriu fillon të zhvillohet gradualisht, ai përdor një term tjetër metafizik që fillon të diskutohen çështjet fetare dhe pastaj më vonë kur njeriu zhvillohet goxha dhe arrin në pjekurinë e tij sipas tij, atëherë kalon në fazën e pozitivizmit. Unë këtë kontekst do të kisha thënë se feja dhe diskutimet për fe, ose nëse mund ta quaj diskutimet serioze dhe boshe, dhe kuptimi primitiv I fes, kuptimi I largimit nga thelbi I fes, dhe kuptimi I qasjes antireligjioze, ateiste, ndaj atyre cilët kanë kuptim fetar, janë paralel. Këto janë paralele. Në momente kur Allahu Dhul Gjelal fillon pra lejon që të filloj jeta e njerëzimit me krijimin e Ademit a.s. Fillon edhe refuzimi I urdhit të Zotit.
Pra fillon edhe mohimi i urdhit të Zotit, dhe këtë e bën shejtani, djalli i mallkuar. Më vonë në mesin e njerëzve, mohimin e urdhit të Zotit e bën Kabili, që do të thotë se në mënyrë shumë paralele besimi në Zotin, teuhidi, ibadeti në origjinal, në mënyrë paralele është kundërshtuar nga koncepte, bindje të tjera që ka vazhduar gradualisht. Nëse kemi pasur besimtar të mirë, të përshpirtshëm, të sinqert, edhe në fillim të historisë njerëzimit, në atë periudhë kemi pasur edhe njerëz të cilët kanë qenë më pak besimtar, jo besimtar, refuzues, mohues dhe kështu me radhë. Dhe gradualisht, edhe para një periudhe kohore, edhe sot edhe në të ardhmen, do të ketë të tillë. Pra këto janë një segment paralel. Në asnjë mënyrë që t'i futim në formë kronologjike, se në fillim pas ka qenë njeriu pagan, pastaj gradualisht dualist, dhe pastaj më vonë gradualisht monoteist, edhe më vonë që duhet të largohet komplet nga feja, që të jetë një kuptim pozitivist, që të besoj vetëm atë që sheh, që prek dhe që kap, ose ndjen përmes shqisave të tij. Pra edhe këtë mendim, edhe këtë teori, edhe këtë bindje, ajo që Allahu Dhul Gjelal na urdhron dhe na mëson në fakt realisht dhe na tregon se njeriu e kam krijuar, pra këtu përmend edhe xhinët, për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë, tregon për adhurimin si një freski që ka qenë në atë kohë, adhurimi si një freski dhe origjinale, edhe në atë kohë, në fillim, në esencë, në zanafill, edhe në vazhdimsi të historisë njerëzimit, edhe sot, por edhe në të ardhmen do të mbetet e njëjta. Pra do të mbetet origjinalja që mbetet në fjalën hynore të Allahut Dhul Gjelal, që ne origjinal, të pandrishuar, të papërmirësuar, të pakorrigjuar, të përkryer dhe që sfidon çdo kohë e kemi fjalën e Allahut, Kur'anin famëlar. Për ta rumbullaksuar dhe mbyllur fjalën time, dua t'i them 2-3 fjalë. Ibadeti si i tillë është ai që njeriu e ka mbajtur, që njeriu ta mbaj vetveten kontroll, ta njohë dhe ta di vetveten, që në fillim, dje dhe sot, edhe nesër, nëse njeriu dëshiron ta ketë vetveten në kontroll dhe ta ketë vetveten që t'jetë i vetëdijshëm se ka obligime, ka përgjegjësi dhe mban llogari për punën e tij dhe për jetën e tij, ibadeti është elementi i vetëm, pra është një element që e bind njeriu përpara Zotit për të kuptuar kufizueshmërinë e tij, për të kuptuar se është një qenje e krijuar dhe është një qenje në afat caktuar dhe që nesër do të dalë para Zotit fuqiplot. Fazur Rahmani, kur tregon për të mirat dhe të këqijat, të ndaluarat, halalet dhe haramet, thot të gjitha këto janë të dhënura dhe të thënura të obligueshme, jo për gjë tjetër, vetëm se janë në dobi të njeriut. Pra të mirat, obligimet, adhurimet, urdhrat, pse janë në dobi të njeriut, janë urdhra. Ndërsa ndalesat, haramet, pse janë në dëm të njeriut, janë ndalesa. Prandaj, adhurimin duhet patur gjithmonë afër mendjes tonë, afër zemrës tonë, afër bindjes tonë, afër praktikës tonë dhe afër qenjes tonë për të kuptuar ne përgjegjësinë tonë, edhe përballë Zotit, përpara Zotit, edhe përpara njerëzve, edhe përpara vetvetes tonë.